Janë updateuar mjaftueshëm këtu në Shqipëri lidhur me përdorimin e kësaj inteligjencë artificiale në fushat ose si mendon krahasim me vendet jashtë? Mendimin tim, prap, jam pak i azhurnuar, por me sa kam ndjeni, jo. Edhe problemi kryesor, nuk është për mendimin tim, nuk qëndron tek autoritetet që duhet marrin masa e tjerë, që patjetër mund të jetë rasti, por më e rëndësishme është që sensibilizimi i popullit, i njerëzve, që të arrijmë të kuptojmë, të parandalojmë këto përmbajtje artificialisht të gjeneruarat, gjë e cila është shumë e vështirë, për arsye, siç e thash, për të detektuar. Janë bërë shumë pa patjetër. A shifni se kjo është konsiderohet si një nga rreziqet pra ndërhyrja e faktorëve të tretë, që zakonisht me këto nuk kuptohet faktori rus apo faktori kinez. Shifni të pranishme këto fushatat elektorale në Ballkan, Shqipëri, Kosovë apo diku tjetër? Siç e thash, në vëzhgimin tim personal, absolutisht po, fatkeqësisht. Prap druhem të dalë në konkluzione, se dhe të ngregjishim, si besoj shumë, të tjerë, por prap, rritja e aktivitetit në mënyrë të pashpjegueshme, ngre disa pikpyetje. Situata e cila më fal, nëse mund ta them, nuk vërehet në Finland aq aktivisht, sigurisht aty ka instanca, për shembull, që mund të flas. Ka instancat të cilat autoritetet që mundohen të garantojnë që mos ketë ndërhyrje, dhe nuk po them që janë inekzistente, por numrat janë të vegjël dhe situata, le të themi, mbetet në kontroll. Sigurisht Finlanda, duke pasur Rusinë në kufi, është pak situatë pak më delikate, por është më vigjilente. Më vigjilente, absolutisht. Jo, finlandezët dhe e kanë mundur Rusinë edhe ushtarakisht në histori, kështu që aq më tepër inteligjencë artificiale janë shumë më përpara, supozoj. Po për ndikimin rus në zgjedhjet amerikane, për cilën është folur qoftë në zgjedhjet e mëparshme, në zgjedhjen e parë të Trumpit në 2016, qoftë edhe për tani. Ka ndonjë vlerësim në këtë botën tuaj për atë se sa ka qenë përmasat e kësaj përfshirje ruse? Mund të them për zgjedhjet e vitit 2016, mund të them që kishte përveç pjesës së zhurmës mediatike, politike, aktiviteti i Rusisë, i shtetit rus në zgjedhjet amerikane u bë një ngjarje e përfolur, por gjithashtu u pasuan nga studime të mirëfillta, të cilat shikonin dhe mundohen të kuptonin se si u realizua kjo ndërhyrje dhe mundohen të hedhin dritë. Mund të them se deri tani nuk të paktën nga ana akademike, përsa i përket studimeve, është ende herët, sigurisht, se vetëm pak muaj kanë kaluar nga zgjedhjet, por mund të them që nuk është i njëjti aktivitet, le të themi, akademik, duke munduar të analizojnë nëse ka pasur ndërhyrje, si ka qenë ndërhyrja e tjerë. Se është edhe vështirë që të kuptohet edhe sa janë përmasat e kësaj ndërhyrje, po edhe nëse mendoj vlerësohen sa janë përmasat e kësaj ndërhyrje, sa kanë ndikuar realisht, sepse ndikimi në sjelljen apo në orientimin elektoral është një variabël e cila nuk është e matshme, apo jo, shumë e vërtetë, kuantitative. Shumë e vërtetë, është pak vështirë për ta matur, prapë po them, ka studime që mundohen të hedhin pak dritë, ka fakti që janë marrë masa tregon se ka pas një skandali i mëparshëm me Cambridge Analytica, i cili pasoi me një fortunë, le të themi, rregulloresh nga shtetet, nga kompania e Facebook në atë kohë, që praktikisht një kompani që përdorte dhënat personale dhe mundohet të kategorizonte njerëzit, dhe duke indikuar, duke ofruar marketing të targetuar e tjerë. Pra, ka efekt. Për sa kohë ka pasur interes dhe për ta bërë fillimisht si aktivitet dhe më pas edhe për të ruajtur që mos të ndodhë më. Po e mbyll me një pyetje që nuk përzitesh që pyet Onetën, nga sa kam kuptuar nga biseda me ju, Joni ka marrë vendimin e vetë që mos kthehet në Shqipëri. Në fundin Shqipëria është e vogël për të, por ama dhe bota është aq shumë e ndërlidhur sa ai edhe duke qenë atje është edhe këtu. Apo jo? Si e keni pritur këtë vendim?
Joni ka qenë për një kohë të gjatë në dilemë, pasi patjetër këtu ka një lidhje shpirtërore me ne, me familjen e tij. Joni pavarësisht masterit në Amerikë, doktoraturës në Finland, sërish është shumë familjar, edhe e kemi shumë pranë nesh, është gjithmonë shumë pranë familjes, por pavarësisht kësaj duke marrë parasysh se këtu njerëzit ndoshta disa shumë njerëz nuk do ta kuptonin dot edhe qasjen e tij, të përparuar përsa i përket inteligjencës artificiale dhe fushës profesionit të tij, por unë vazhdimisht dhe e këshilloj dhe i them që pse jo të angazhohet edhe në Shqipëri patjetër, sepse mendoj se këtu ka nevojë për njerëz si Joni që janë jo se është vllai im, por shumë të zotë dhe shumë të aftë në fushën e tyre. Unë do të bëj dhe një pyetje të shkurtër, të përgjigje shkurt. Kush ka qenë tek familjarët ose tek prindit, ai që ka ndikuar më shumë në formësimin e Jonit për të qenë ai që është? Personi që na ka nxitur shumë të gjithëve ka qenë babi im, por patjetër Në hak mamas. por patjetër edhe mami kemi patur të dy gjithmonë mbështetje dhe gjithmonë na kanë nxitur drejt librave, drejt leximit, drejt shkollimit, gjë për cilën edhe ne ju jemi shumë mirënjohës dhe shumë krenar gjithë fëmijët. Dhe përveç kësaj edhe na kanë nxitur që të jemi gjithmonë të afërt me njëri tjetrin shpirtërisht, kështu që nuk ka rëndësi sa larg e kam Jonin, gjithmonë do të jemi shumë të afërt dhe. Unë ju falenderoj që ma zbukuruat emisionin me dëshmit autentike të suksesit tuaj, edhe të humanitetit tuaj. Si që thash, Shqipëria është kudo ku ka qoftë edhe një shqiptar të vetëm,